Tani në gjithë të panoramë që ju bë, roli i Shqipërisë cili është? A jemi ne të përgatitur në rast edhe të një lufte apo të rreziqeve që paraqet çdo situatë që përplasen këto fuqitë e mëdha që tashmë që kanë gati trepolare? Shqipëria është vend i vogël, edhe sepse këto fuqia një vendi duket edhe sa ne vend i vogël, po ne edhe kur ishim me Kinën në aleancë, thoshim nuk jemi 2 milion, po jemi 1 miliard. Po ishte në atë kohë 1 miliard e 2 milion. Në atë kohë ishte bile kur prishim me Kinën, thoshim ne në atë kohë thoshim që shiko, ka mendimi i Amerikës është kështu, mendimi i Bashkimit Sovjetik është kështu, po mendimi jonë është kështu. Do të pretendoshim që të ishim ke parasysh se ne jemi vend i vogël dhe si është pjesë e kulturës shqiptare të strategjisë, në parantezë kultura strategjisë ka të bëjë pak a shumë me mënyrën se si një komb i zgjidh çështjet e tij në vazhdimsi çështjet e tij të sigurisë dhe që transmetohet edhe nga brez në brez dhe që kjo ndikon në politikat e sigurisë. Pjesë e kulturës shqiptare të strategjisë është që çështjet e sigurisë ka zgjidhur me një aleat të madh. Pra, në sqetullën e dikujt e kemi pas këtë se kemi qenë vend i në sqetullën e dikujt, okej, po gjë bëjmë vetë neve? Po duhet i bëjmë vetë, patjetër që duhet. Jo, i bëjmë apo duhet? E keqja është që ne duke qenë në sqetullën e dikujt ne mendojmë se i kemi të garantuar gjitha. Edhe sot që jemi shtet antar i NATO-s, është një fitore e jashtëzakonshme antarësimi dhe qenia në NATO është, por edhe NATO ka detyrimet e veta. Nuk mund të thuash që jam antar i NATO-s edhe nuk do investojnë në këtë fushë. Tashmë gjën e mirë që bëri Trumpi, është që ai detyroi gjithë vendet e NATO-s, sepse Evropa gjatë gjithë kohës pas luftës së dytë botërore, sidomos gjatë luftës së ftohtë, por edhe pas luftës së ftohtë, ka përfituar nga çadra amerikane, nga Dhe cili ishte kjo e Trumpit që detyrimi? Pra, detyrimi këtyre për të investuar për sigurinë dhe i vuri kufit. Deri në 2035 duhet të kaloj 5% të secili shtet 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Edhe kjo i bin të investohet shumë në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes. Këtu përfshihet dhe Shqipëria. Patjetër, edhe ne kemi detyrim. Sa përqind e kemi sot? Ne s'kapëm as 2%. 1.95, 2%, mund të shkojmë 2%, por do të shkojmë, i ke detyrim. Do të thënë është detyrim që deri në vitin 2035 duhet jemi 5%. 5% është shumë për. Është shumë, 5% tek ne mund të shkojë rreth 1 miliard e 300 milion euro. Do të thënë, ti e duke dhënë një lajm sot, ti e duke dhënë një lajm sot, atë dha Trumpi në fakt që detyrimi i vendeve të antar të NATO-s deri në vitin 2035 është që të kalojnë 5% të prodhimit brendshëm bruto. Që do thotë për Shqipërinë sa është $1 miliard? Me këtë, nëse do të jetë ky prodhim i brendshëm, këto nivele prodhimi brendshëm bruto, në Shqipëri mund t'i bjerë të shkojë ke 1.2-1.3 miliard dollar. 1.2-1.3 miliard dollar vetëm për ushtrinë. Shiko, këtu ndahen në dy kategori, domethënë e para një pjesë nga këto mund të jetë për infrastrukturën ushtarake, rreth 30% e kësaj. Edhe pajisjet. Pra, përveç kësaj struktura ushtarake ka parasysh, shiko se ne ja themi që infrastruktura është për të lëviz nga porti i Durrësit për të shkuar deri në Rumani, ose llogaritet korridorit toksor do llogaritën si për gjithë vendet e NATO-s, e kupton? Korridoret detare apo toksor? Toksori herë detare nuk diskutohet, por toksore duhet ketë, po ka nevojë për ura, ka nevojë për rrugë, ka nevojë pra që të lejojnë lëvizjen e mjeteve. Do të thonë ti thuaj që për shembull nga Shqipëria në Rumani është edhe infrastruktura, patjetër. Këto do hyjnë, këto një pjesë do hyjnë ke edhe rrugëve apo edhe të transportit. Me përdorim të dyfish quhen këto. Me përdorim të dyfish që mund të përdoren, pra nëse për kohë lufte duhet jenë. Për shembull, po bëhet në Durrës porti një port me që të ketë kapacitete ushtarake. Edhe kjo hyn ke kjo. Kurse pjesa tjetër është pjesa që do investohet në drejtim duke filluar që nga uniforma, që nga trajnimet, që nga armët, gjithçka. Domethënë edhe në total kjo duhet kapi 5% deri atëherë. Sot neve larg qoftë, po bëjmë pyetje kështu drejt për det. Plas lufta na sulmon Serbia. Tani Serbia nuk na sulmon dot herë se do kalojë nëpër Kosovë.
Po mi pak, sulmon komi shqiptar. Nuk ka lënë dot. Po sulmon Kosova ne nuk do bëjmë plazhe. Parasysh dikur ai lideri asaj kohe që tha zguxojnë dot thatë sepse do përballen me shqiptarët. Me shqiptarët, po. Se ai shpresonte që shqiptarët do na mbrojnë ne këtu kur para se të vinë. Mund ta mbronin ne? Patjetër që po. Sepse patjetër që po, që angazhimi patriotik. Edhe ne kemi detyrime nëse në të njëjtin vend që jeni ju, para disa kohësh kisha Hajro Limaj, një zbulus të shërbimit të ushtarak, i cili tregoi për planin, që është i njohur, ai plani që kishte Shqipëria gjatë regjimit komunist për sulmimin e Jugosllavisë. Dhe ai tregoi detaje, deri te ajo 70.000 trupa edhe mjete etj. Sipas te sot që jemi të kthjellë dhe gjithë dhe ju keni kthjellësinë edhe për shkak të studimeve tuaja, kishte vlerë ai plan apo ishte thjesht teori në letër aty? Shiko, gjithsesi ai disa shbërë si plan do të thotë që ka pasur një qëllim caktuar politik. Po? Sepse pa një qëllim caktuar politik. Qëllimi ishte çlirimi i trojave tona. Po, sepse Kosovë, shqiptarët e Maqedonisë, Malizzi, sepse një problem i madh ndodhi gjatë luftës së dytë botërore. Partia Komuniste Shqiptare, si dihet, ra nën tutelen që në krimin e saj në tutelen Jugosllavisë serbe. Ra nën tutelen serbe. Ata komanduan gjithçka dhe kur ne mendoshim për internacionalizmin, pra për luftën kundër fashizmit gjithë bashkë për ta luftuar, ata mendonin që edhe për ta luftuar fashizmin, po edhe mos e lëshonin Kosovën. Dhe kur kujtuam ne, Kosova iku. Dhe për ta bërë dhe ne Republikë të Shtatë. Po një variant ishte edhe ajo, më pas synuan, sepse po dhe ky plan dhe në një farë mënyre u investua. Shiko, Landi, është investuar për të trajnuar njerëz për të vepruar në Kosovë. Për të vepruar, ëh? Absolutisht, po. Po si? Janë trajnuar njerëz, unë po them, një pjesë e konsiderueshme e emigrantëve kosovarë që vinin nga emigracione. Vinin këtu? Po, që vinin këtu. Dhe stërviteshin? Absolutisht. Ku, në cilët vite? Gjatë gjithë viteve. Dhe ku stërviteshin ata? Ata stërviteshin nga strukturat e Ministrisë së Brendshme, stërviteshin për kryerjen e veprimeve në Prapavin për të kaluar atje, për të nxitur, për të marrë kontakt me lidhet e tyre. Një nga ata që është përgatitur ka qenë baba im. Wow. Me shumë të tjerë. Si quhej baba juaj? Ka pas ai ka shërbyer shtetit dhe kombit. Ka qenë vetëm ai, kanë qenë shumë që stërviteshin, sidomos në mënyrë masive filluan të stërviten edhe pas demonstratave të tjetër nga Kosova? Po. Shala, tani të ardhur janë ardhur nga zona e Podujevës. Nga Podujeva. Po. Baba juaj si quhej? Feta Shala. Dhe ai stërvitej këtu? Janë stërvitur, po kanë ardhur këta janë brezi kosovarëve që kanë lindur këtu, po këtu stërviteshin. Kanë ardhur vite 30 prindërit e tyre? Po, vite 30, 24, 30, pra me ato shpërnguljet e para me gjenocidin serb që u bë në atë kohë që po gjatë kësaj kohe zoti Shala ka pasur që vinin familje her pas here në Shqipëri dhe menin në shtësi shqiptare direkt, se unë kam parë pafund. Kanë ardhur edhe me familje babajut. Shkojnë njërë për të... Shiko, disa grupe edhe kanë shkuar. Kanë shkuar, Kanë shkuar, patjetër që kanë shkuar. Në vazhdimsi kanë shkuar. Para dëgjoj. Jo, kanë shkuar. Po me çfarë bën ata? Shiko, ka në atë kohë, ajo struktura asaj kohe, pavarësisht anës ideologjike e tjerë është problem tjetër. Ka patur një departament ose një drejtori që quhet Drejtoria e Zbulimit. Në ministri? Në Ministrinë e Brendshme. Po? Drejtoria e Zbulimit që ishte pjesë e atyre organeve të sigurimit shtetit. Dhe kjo drejtori merrej ndërmjet tjera merrej edhe me këtë punë, pra që dërgoheshin grupe zbuluese diversioniste. Diversioniste. Po, siç përprojnë ato, po stërviteshin. Ku shkon ata në Prishtinë? Po kanë shkuar, zakonisht zgjidheshin ata që kishin kontaktet e tyre atje, dhe kontaktet që lidhjet familjare të vjetra, mund të mos i tratonin. Po sigurisht. Dhe kanë shkuar, kanë kryer detyra që kanë marrë nga shërbimi këtu dhe janë kthyer. Kanë bërë punë konkrete, për shembull baba jo çfarë detyra ka bërë? Shiko, baba im janë stërvitur, baba im ka qenë ajo kategori që përgatiteshin dhe nuk arritën dot. Nuk i vën. Po të tjerë ata që vajtën? Po, ata që vënë kanë bërë detyra që është dhënë. Kanë kryer detyra? Do shkosh patjetër. Kanë votuar? Patjetër që kanë. Çfarë efekti, çfarë pasoja solli? Pasoja, zgjerimi i rrjetit atje.
rrjetit informativ. Pra, për të marrë informacion, për të njohur situatën, për të dhënë detyrë etj. Pra, ndërmjet tjerave, një nga këto, për të përgatitur, për të krijuar organizime që të kryejnë veprime ose koordinime. Pra, mbaret nga detyrat që kishin nga grupi në grup. Për ta mbyllur të çështën, se më ngacmoi shumë, po përse atëre shumë kosovar shqiptarët të Kosovës, se fjala kosovar nuk është shqiptarët të Kosovës. Po si themi skrapali. Po s'ka problem. Këtë më morën në gojë, pse sikur themi pse skrapalin. Pse shqiptarët të Kosovës që erdhën në Shqipëri këtu, disa u arrestuan, nuk ish trajtuan etj. Si dhe u akuzuan si agent UDB-s. Kjo ka qenë e vërtetë apo ishte legjend? Shiko, unë jam marr edhe në ato kohë kam punuar në një sektor edhe me kundër zbulimin, po që kishte drejtimin Jugosllav. Dhe është fatkeqësi kjo që thotë, kjo ka ndodhur. Ka ndodhur. Ka ndodhur dhe kjo është kriminale. E keqja cila ka qenë. Kjo nuk diskutohet që ata kanë dërguar njerëz me mision. Si qoshim ne i qoshim ilegalisht, ata e kanë pru legalisht, i kanë përtu për shumë dikë që e qoshin si patriotë etj. Ka ardhur me detyrë, ka nga ata. Ka nga ata. Domethënë agent UDB-s. Agent, për të rekrutuar kanë ardhur me detyra të nga shqiptarët e Kosovës. Nga shqiptarët e Kosovës, pa diskutuar. Dhe një pjesë e këtyre ka pasur një procedurë që kaloshin nëpër pika filtrimi që quhesh. Që quheshin nëpër këto pika dhe që nga Kuksi, nga Shjaku etj. Dhe këta hetoheshin, mashin të izoluar, intervistoheshin, pritej konfirmimi i dhënave dhe pastaj një pjesë e këtyre që kishte dyshime, normalisht që do të dashur, por çfarë bonte UDB-ja? UDB-ja tashmë e përdori një stil tjetër. Për shembull, Ratisi Landi që ishte patriot i madh dhe i shpëtoi UDB-s. Nuk e arrestoi, do të iku. E bën loj? Jo, iku, u arrestis për Shqipëri. Erdhi këtu. Po, tash ata për të njollos Landin qoshin edhe dy tjerë me detyra që ti të shkosh atje dhe në këtë procedurë që do ndjekësh ti, do të pranojnë, do të pyetësh do kështu, ti do thoshe, shiko, unë Landin më thonë, kë njefti nga të, po nga zona ime ka qenë edhe një që ka ikë në Shqipëri, kush është filani? Dhe shu të bës? Jo, nuk e njoh, unë e njoh për burë mirë, po njëherë duke kalu me makinë filan vene kam pa me një oficer të UDB-s. Kaq, mjafton të kjo. Në arrestore dhe të shkretin. Jo, ai pastaj vjej nën kontroll, po vjej padrejtisht nën kontroll. Domethënë ai kishte armë atë ndjenjën e patriotizmit kanë vuajtur shumë nga këto? Ka pasur, po, ka pas që kanë vujtur nga këto dhe pra kjo ishte një taktik e tyre që këta e përdorin dhe edhe këtu pasaj edhe vetë sigurimi shtetit krijoi një domethënë çdo shqiptar i Kosovës të ishte me pikpyetje. Ishte me pikpyetje. Saqë unë qeshja thosha unë mos kisha hyrë në këtë profesion do isha unë me pikpyetje. Wow. Domethënë çdo shqiptar i Kosovës i ardhur në Shqipëri ishte me pikpyetje. Po të them unë ku kanë qenë në një strukturë, në një qark, në një degë brendshme, kryetari i asaj dege në një moment, pse s'keni regjistruar kontingjente për llogaritë e zbulimit jugosllav. UDB. Pra, kontingjenta regjistroheshin fëmijët e këtyre të dënuar si agenturë etj. Edhe koncepti i tij ishte që shiko, fushmëreja është plot me kosovar. Pse s'keni regjistruar ju? Domthon koncepti. Këta ishin raste jo të përgjithshme. Po kishte nga këta që të bëshin gjëmën këtë, domethënë që të hyje. Pra, shqiptarët e Kosovës edhe kur kanë ardhur janë ndeshur me këto probleme. Cila ka qenë arritja më e madhe e Shërbimit Sekret Shqiptar për çështjen e Kosovës gjatë atyre viteve? Shiko, unë nuk them se ka pasur ndonjë veprimtari kështu, domethënë synimi ishte përgatitemi për një situatë, për një gjë. Edhe jo, atëherë kur unë qeshja me baban se donte më shku se kishim mësuar rrugët për mençata, nga trajnimet i kishim mësuar rrugët, hyn këtu, del këtu, hyn këtu, del këtu, hyn këtu, del këtu. E kupton ti? Dhe edhe i thash, edhe shkojmë kur kemi hesë, më i tregonte ai, po ti s'ke qenë asnjëherë. Jo, deri aty kam qenë unë, po deri aty në Leonin, sa të mësoshim këto, të mësoshim ato. Futën në Kosovë ndonjëherë? Jo. Bëhet fjalë për më vonë pastaj mas 90, pasi bo Kosova shteti i pavarur, mas 99-s, domethënë. Por që një pjesë e këtyre po domethënë Shërbimi Sekret Shqiptar, sigurimi, parasisht ideologjisë, arriti në një sukses për Kosovën, them. Shiko, se me këto është pak unë du ta dalloj
atë pjesë të sigurimit që është marrë me përnjekjen e njerëzve, me atë pjesë të sigurimit që vërtet ka pas një detyrë për interesa kombëtare. Sepse të mbroje Shqipërinë nga vëmëtaria e një zbulimi të huaj ishte interes kombëtar. Nuk po flasim këtu se dikush mund fliste jo partia, jo kjo, ajo, unë du t'i ndaj pak me njan ideologjizmin. Dhe ka patur pse domethënë shteti shqiptar duhet të ishte i përgatitur për çdo situatë, sepse edhe në atë kohë gjatë po ndryshon. Shteti domethënë në moment që u leju pak kjo ndikimi kulturor, po themi mas viteve 70 që Bekim Femiu këtu dhe erdhën bashkëpunim ashtu dhe asamblet tona shkon pedagogë në universitete erdhën këtej edhe pat një formarrje dhe shteti ndikoi në këtë rast. Dhe kjo ishte ajo përgatitja pasaj që çoi pasaj edhe në demonstratat e 81-shit. Do thënë kjo ishte një lloj një nga ato sepse vetë Kosova jemi duke thënë që sigurimi i shtetit e shfrytëzoi këtë shkëmbimin kulturor. Po, ai vepronte në emër të shtetit, nuk po pra janë dërguar me detyra, kanë ardhur me detyra etj. Pra unë nuk po them, pra gjërat duhet i ndajmë, landi edhe një herë se duhet jemi qartë atë sepse unë në atë institucion kam punuar pa kohë dhe aq sa kam nuk është se kam pas edhe më shumë shumë gjëra unë i kam mësuar më vonë në aspektin studimor. Pra duke u marrë, duke studiuar platforma, duke studiuar nëpër arkiva, duke studiuar gjithçka dhe kam kriju një tablo akoma më të qartë se ç'ishte ajo strukturë, domethënë, sepse pastaj fillun këto sulmet, shiko, ajo një definicion domethënë që në 43-shin kur u kriju si armë, domethënë ajo u quajt domethënë arma mbrete e partisë dhe ushtri në atë kohë e Ushtrisë Nacionale Qendrore. Pra, që në momentin e krijimit ajo strukturë ishte në ndikim partijak. Ishte ideologjik. Baza ishte ideologjik. Absolutisht, dhe nuk ka, domethënë, dhe të kërkoje më pas që shiko, partia ishte e mirë, por këta ishin të këqit nuk shkon. Nuk shkon. Bile në një nga plenjumet e Enver Hoxha i mërzitur nga këto grupet që po zbulonte dhe ju tha atyre i surdisë atë sigurisht, tha, çka keni bëju? S'keni zbuluar si grup. I ka zbuluar partia. I ka zbuluar partia, po. Këtë një nga këto plenjumet i ka zbuluar partia. Do të e zhvlerësoi. Absolutisht po. Absolutisht. Pra ç'a ishte? Ju jeni një levë. E kuptova. Këtu pastaj ka patur njerëz që kanë abuzuar me këtë detyrë, njerëz të cilët kanë abuzuar, ëh? Absolutisht mund të kanë abuzuar, mund të kenë përdorur tortura, përgjithësia këtu është individuale. Dhe kjo është e keqe që këtu nuk penalizohet asnjë individualisht. Po pra, kjo është pyetja ime, au po themi u dënua, u penalizua? Nuk ka pas, unë nuk di një rast që t'jetë penalizuar, një që të thotë që thotë që shiko, mu filani më ka bo këshu, dhe unë kam këto prova, ose kam këte gjërë, ose kam atë gjërë. Bile, në do t'a shpjegoj pak edhe nga ana juridike dhe nga ana e procedurës, gjithë, do më thënë, sigurimi ka përdorur edhe ato metodat që ka çdo shërbim, që sot i ka të shkruar në kod penal, në kodin e procedurës, do më thënë, përgjimet e gjitha. I ka përdorur, por në procedurën e kohës nuk lejoj që përgjimet të përdoreshin si provë. Nuk lejoj, nuk pranoj. Në atë kohë, Në atë kohë. Nuk lejoj. Nuk lejoj? Jo, sepse përgjimi quaj një nga format sekrete dhe për ta përdorur përgjimin si provë mund të ishte një rast shumë i rrallë, mund të bëj fjalë për një agjentur, për një gjë kështu, mund të ishte rast shumë i rrallë dhe mund të përdoret vetëm me miratim të ministrit brendshëm. Qartë. Ndërsa në raste tjera përgjimi ishte për të krijuar një bindje që po, Landi është armik i pushtetit popullor. Pra, nëpërmjet kësaj krijoi bindja, ndërsa pjesa tjetër pastaj duhet i gjeshë provat. Dhe kjo pastaj çoi në atë që mund të nxirrshin prova me dhunë dhe ka pasur raste të janë dënuar për shkak me presion. Pra, janë marrë dëshminë në presion. Tani, për ta mbyllur këtë kam 3 pyetje që përgjigjen e dua shkurt, pastaj nëse është e vlefshme dhe mund të zgjerojeni. 1. Nga studimet tuaja, sepse sigurisht që ju se keni arritur, ishte merit, se kjo ka debat, ishte merit e sigurimit shtetit apo tradhtia e Kim Philbit dështimi operacioneve të CIA në viteve 50?
Shumë më vjen me qesh në herë kur thonë që atë që ka bërë sigurime e ka marrë nga Kim Philby. Është prall. Jo, nuk e ka marrë, për të qenë të saktë ose të qartë, domethënë ishte shërbimi sekret rus, pra KGB, që këtu ishte domethënë kishte terren dhe ajo pastaj ja jepte sigurimit. Kim Philby nuk e dinte datën dhe orën kur do zbarkonin grupe diversioniste në malin e Mokrës. Atëherë ishte merite e sigurimit? Absolutisht po. Edhe po ta shpjegoj unë. Kim Philby ka dhënë informacione në nivel strategjik. Domethënë, cilat ishin informacionet të nivelit të lartë e Kim Philbyt, që informacionet ishin që Perëndimi po dërgon po trajnon njerëz nga të arratizmi do të hedhin në Shqipëri. Nga Ukraina, nga Shqipëria, nga kjo qendrat janë këtu. Pra në nivel strategjik, kurse sigurimi pasaj? Kurse kjo pasaj që u bë në Shqipëri për ta bile ju dha një goditje shumë e ashpër në atë kohë, sidomos këtyre që e ishin të lidhur edhe me inteligjencën amerikane, por edhe me inteligjencën angleze. Domethënë je duke thënë që shërbimi sekret kishte të infiltruar agjentë vet në grupet që trajnoheshin në Gjermani? Absolutisht po. Kompania e famshme. Po, edhe kur vinin këta, qëllon të kape njëri, rekrutohej, ka qenë sa ta ora data i binde nga parashutat kape i gjallë. Kapeshin bile një kur janë publikuar në malet e skaparit të Korçës. Pra, dhe ai që kape i gjallë duhet transmetonte që ne po vazhdojmë, është gati kur ngritja, po bëhet kështu, po bëhet ashtu, edhe Refiku ka thyer dorën. Vishin edhe 10 tjerë. Edhe këta kapeshin gjithë. Edhe kjo po, Hamit Maqani. Kjo është metodë e luftës së kohës. Jo, më ka bërë përshtypje që, okej, dakord, e pranoj këtë, po si ka mundësi një inteligjencë kaq e lartë e oficerëve të sigurimit shqiptar? Nuk është se ka qenë inteligjencë. Një pjesë e këtyre kanë qenë shkolluar në Bashkimin Sovjetik. Se Tony Blair tha 2 dështime ka CIA dhe shërbimi sekret anglez, në Irak tha dhe në Shqipëri në vitet 50. Po, ata kanë pranuar, po ai nuk tha që ka qenë roli i Kim Philbyt. Jo, ai s'e tha. Se përmend. Te historia Kim Philbyt e kanë gjetur tjerë për të vlerësuar. Tradhtia e madhe, te libri i famshëm, Tradhtia e madhe,